Kjo ndërtesë gati në rënim të plot ndodhet në bulevardin Elesi Sufi të qytetit të Peshkopis. Prej afro 30 vitesh ajo është totalisht e braktisur dhe sot mbetet një rrezik i madh për të gjithë qytetarët që kalojnë pranë saj. Ndërkohë Meleq Deshati, i cili rrezikon jetën saj herë hyn në den nga banesa e tij ngjitur me ndërtesën në rënim, thosë se për këtë problem i është drejtuar ndër vite të gjithë kryetarëve të Bashkisë Tibër me shkresa zyrtare, por asnjëri prej tyre nuk e ka zgjitur si problematik. Po ashtu Deshati thotë se i ka dërguar ankesë prefekturës Tibër dhe qeverisë, por ka marrë vetëm një përgjigje që do tentojnë të zgjidhin problemin. Meleq Deshati kërkon zgjidhjen e problemit të ndërtesës së braktisur, pasi jo vetëm rrezikon jetën e tij, por edhe dëmtojnë biznesin që ka ngjitur. Kam një ankesë për vitesh në raport me ndërtesën që kam para objektit tim, e cila është e viteve 1930, dhe me sa e shikojmë dhe është faktike që kjo ndërtesë përbën një rrezik për mua si familjar dhe për biznesin që kam. Ndërtesa sa vjen e degradohet nga moskujdesja e bashkisë apo personave që mund pretendojnë e cila ndodhet përballë biznesit tim. Kjo ndërtesë përbën rrezik për jetën e para. E dyta, nga ky lloj objekti që ndodhet përpara meje, me këtë gjendje më ka rrezikuar jetën, plus edhe biznesin u bë nga viti 2015, të cilët jam drejtuar organeve të Bashkisë Tibër, që nga koha Ili Krosi, Shukri Xhelili, Muharrem Rama, Dionisi Meri dhe deri tek sot tek Rahim Spahiu. Po kështu jam bë me letra ndjeni prefekturën që shkemi një pikë, thonë nuk kemi letra dhe nuk dim vendodhin e objektet e ku i ndodhet ky objekt. Unë nuk kërkej objekt, unë kërkej të më shmangët rreziku i jetës. Kërkej që të më hapet rruga për të bërë biznes. Nuk e di deri ku du me shku me raportu më tepër se çkaq. Prefekturë, bashki dhe portali Shqipëria që duam. Nuk e di, kërkej ndihmë që të më zgjidhin problemin tim që kam momentalisht. Ose të mbyll dyqanin, të mbyll biznesin dhe të largohem. Ndërtesa ndodhet përballë institucioneve më të rëndësishme në Tibër si prefektura, qarku e tjerë, po ashtu ajo pozicionohet në cep të bulevardit ku kalojnë me dhjetra qytetarë çdo ditë.